Vetëm këto shenja do prekin një bekim hyjnor këtë muaj. Po të përket ty? A ndjen ndonjëherë sikur universi po të dërgon një sinjal të fshehtë? Një ndjesje e brendshme që të thotë se diçka e madhe po vjen në jetën tënde? Ndoshta nuk është thjesht rastësi. Sepse disa shenja të zodiakut janë duke u përgatitur për të përjetuar një bekim të rrallë, një ndriçim hyjnor që vjen vetëm një herë në një cikël të madh energjish. Këto momente nuk janë të zakonshme. Ato janë të shkruara në yje dhe të destinuara për të sjellë ndryshim, rritje shpirtërore dhe përmbushje të thellë personale. Nëse ndihesh i lodhur, i pasigurt apo thjesht në pritje të një shenje, kjo mund të jetë ajo që ke kërkuar. Disa shenja do ndjejnë një forcë të re që do ju udhëheqë drejt mundësive që as nuk i kanë imagjinuar. A je edhe ti një prej tyre? Qëndro me ne dhe zbulo nëse fati po troket në derën tënde. Demi. Bekimi yt vjen përmes qetësisë që më në fund do të vendoset në zemrën tënde. Pas një periudhe dyshimesh dhe pasigurie, diçka e papritur do të japë siguri. Është koha të besosh më shumë në veten tënde dhe të ndjekësh thirrjen e shpirtit. Gaforia. Dashuria dhe familja do të jenë burimi i bekimit tënd. Një pajtim, një përqafim ose një mesazh i papritur do të shëroj plagë të vjetra. Universi po të dhuron mundësinë për të ndërtuar diçka të bukur, dhe këtë herë do të zgjas më shumë se zakonisht. Luani. Një dritë po ndriçon rrugën tënde. Je gati të marrësh një rol që e ke ndërruar prej kohësh. Një bekim financiar ose një hap i madh drejt suksesit do të vijë nga një person që se prisje. Mos u ndal tani. Qielli është kufiri yt. Virgjëresha. Bekimi yt vjen përmes qartësisë mendore. Pas një periudhe hutimi dhe konfuzioni, do të kuptosh se gjithçka ka qenë një përgatitje për diçka më të madhe. Dikush do të thotë fjalët që ke pritur prej kohësh. Besoj sinjaleve. Janë për ty. Ujori. Një ëndër e vjetër po zgjohet. Bekimi vjen si frymëzim, si një projekt i ri, një udhëtim apo një person që do të ndryshojë jetën. Do të ndihesh më i gjallë se kurrë më parë. Është koha të zgjedhësh guximin në vend të frikës. Universi është me ty.